Një ndër shembujt më të shkëlqyer të respektimit të urdhrave të Allahut dhe rrugës së tij është edhe shembulli i floktares së bijes së faraonit. Një ditë, derisa floktarja ja krite flokët bijes së faraonit, asaj i bie krëri në tokë dhe kur ajo ulta merrte tha: Bismillah, në emër të Allahut. Bia e faraonit e dëgjoi floktarin dhe i tha: Babai im është Zoti. Por floktarja ju përgjigj: Zoti im, Zoti yt dhe Zoti i babait tënd është Allahu. Atëherë bia e faraonit i tha: Do ta njoftoj baban tim për këto fjalët tuaja. Dhe ashtu bëri. Kur faraoni kuptoi fjalët e floktares i tha: A ke zot tjetër pos meje? Floktarja i tha: Zoti im dhe Zoti yt është Allahu. Kur i dëgjoi këtë fjalë, faraoni pyeti: A ka floktarja fëmijë? Po, ajo ka 4 fëmijë. Bile njërën e ka ende në gjë, ju përgjigjen faraonit. Me të dëgjuar këtë fjalë, faraoni kërkoi që t'ia sillnin 4 fëmijët e floktares, si të një kazan të madh me ujë, ndërsa në të ta ndiznin një zjarr të fortë. Faraoni mori fëmijën e madh të floktares dhe i tha asaj: A ke ti zot tjetër pos meje? Zoti im dhe Zoti yt është Allahu. Ju përgjigj floktarja. Faraoni hodhi fëmijën në zjarr para syve të nënës dhe fëmia filloi të bërtiste derisa u dogji të ri. Faraoni bëri kështu edhe me fëmijën e dytë dhe të tretë. Edhe ata u dogjën sikurse vëllai i tyre i madh. Dhe gjithë kjo ndodhi para syve të nënës së tyre, e cila kishte vetëm një përgjigje: Zoti im dhe Zoti yt është Allahu. Më pas rradhë erdhi fëmijës më të vogël, i cili ishte akoma në gjë. Zemra e floktares filloi të dridhej dhe kraharorit i ngushtohej. Por në atë moment fëmia i vogël filloi të flasë nënës së tij: Bëj durim, o nëna ime, sepse ti pa dyshim je në rrugën e vërtetë. Pas kësaj, faraoni e hodhi në zjarr fëmijën bashkë me nënën e tij. I dërguari i Allahut Muhamedi, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, me të kthyer pas udhëtimit në natën e Isras dhe Miraxhit ka thënë: Derisa pa udhtoja në qiell, ndjeva një aromë të bukur të cilën asnjëherë më parë nuk e kisha ndier. Ndaj e pyeta Xhibrilin: O Xhibril, ç'është kjo aromë? E ai më tha: Është aroma e floktares së bijes së faraonit dhe 4 fëmijëve të saj. Allahu i Madhërisëm në Kuranin Fisnik thot: Të durueshmëve u jepet shpërblimi i tyre pa mas. Vepra e vetme, të cilës nuk i dihet shpërblimi, është durimi. Vërtet durimi më i madh është të durosh në rrugën dhe fenë e Allahut. Mizoria dhe tirania e faraonit të zullumqar arriti sa që diqte të gjallë dhe fëmijët. Zoti na ruaj nga zullumqarët.